Jemi në pjesën e parë të cilën e ka përshkruajtur pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam në një rast për e rasteve, ju ka drejtu sahabeve në Ramazan, ju ka thonë që ky Ramazan i posedon 3 pjesë. Dhe i ka përshkruajtur çdo pjesë në një përshkrim të veçantë, që kanë të bëjnë fillimisht me mëshirën e Allahut te baraka wa taala, i cili e ka emrin Rahman dhe Rahim, mëshirues dhe mëshirbës. Dhe me bujarinë e Allahut te baraka wa taala që e ka si cilësi Zoti jon i gjithë mëshirshëm, më bujar se Allahu nuk ka. Më bujar se Allahu nuk ka. Allahu Gjelle Shanuhu ve Gjelle Gjelalu bujarien e ti e ka pa hesab. Gjymert është Allahu Zoti jon, i kofshmi fala ti. A jep, edhe kur ti i e i mirë, edhe kur ti i e keq, a jep. Edhe kur ti i ndëgjushëm, edhe kur ti i kundërshtar, a i tjep. Edhe kur i e ti besimtar, edhe kur ti nuk beson, a i tjep. Edhe kur ti falësh, edhe i afër Allahut, edhe kur ti nuk falësh edhe i e largë Zot, a i prap tje, kur stanal, a i keni pa dhe njerë me anal dikujna ajrin, a i keni pa dhe njerë me anal dikujna ujtin, a i keni pa dhe njerë me anal Allahu Gjelle Shanu dikujna mos t'i funksionojnë bubrek në normativ, pa koni sprovu me smuje, me thonë se s'falësh, s'ka bubrek me t'punu, nuk falësh, mushknit nuk kanë me funksionu, nuk falësh, nuk agjeron, zemra s'ka me të punu si duhet. Nuk falësh, nuk i e i respektu shëmsini s'ka me të pa. Jo, besimtar, pa besimtar, Allahu E përshkrujti të madhin Allah Gjelle Shanuhu ve Gjelle Gjelalu Rasulul Kerimi alayhi salatu wasalam, i duke thonë se në që këtë muaj, ku në të cilën na jemi në pjesën e parë, Allahu e shpalos një set. Në pjesën e midisme, që do me thonë pjesa e parë është 10 ditë që i parë i këtij muajit Ramazan, pastaj ai pjesa e midisme që është 10 ditë që i mesëm, e shpalos Allahu xhaleshanu një sen tjetër. Pastaj në 10 ditë që në fundit, Allahu e shpalos edhe një sen tjetër. Tha awwaluha rahma. Tha 10 ditë që i parë është rahmet. Allahu xhaleshanu ve xhelle xhelalu veç e zbret rahmetin. Rahmeti Allahu Gjelle Shanuhu ve Gjelle Gjelalu si është të ndëruar vëllezër? Rahmeti Allahu Gjelle Shanuhu ndahet 100 pjesë. 100 pjesë. Mojni men, prej hoxhës tjof, rahmeti Allahit, që është Rahman dhe Rahim, i ka 100 pjesë të mëshirës së vetë, rahmetit vetë. Me nja, nga ato 100 pjesë të rahmetit, funksionon gjithë shka në botë. Nona e mëshiron e vladin. Njeriu e mëshiron njëri tjetrin. Zbret shivi, dërgohet frima, del dilli, del hana, hecin ditët dhe natët, funksionon jeta. Me një nga mëshirën e 100 të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ndërsa 99 tjera ga oqë. 99 tjerë mëshirës Allahit ka i kalon Allahu për ditën e kiametit. Subhanallah. 99 tjerë i paskalon Allahu Gjelle Gjelalu ashtu si në mësoj Rasulullah a.s. për në ditën e gjikimit. Në ditën në të cilën nuk e mëshiron as nana e vladin, as baba e vladin, as vlavi vlavin, as motra vlavin. Thojnë të ne, në thojza, motra është më shumë për vlavin, se sa vlavi për motrën. Motra coptohet, bëhet troshka për vlavin e vetë. Mërzitët, shkatrohet, vlavin e njëre se ka shumë fort gajle. Në ditën e kiametit, po përmi edhe që ketë nana për e vladin. Babalart janë pak më të ftoft. Dashurien babalart e demonstrojnë ndryshe, jo si nana. Nana e mere puth e vladin, lëçke e vladit, lëçke nanës, lëçke zemra nanës, shpirti nanës. Baba jo, se qafë, se e ka atë burnijën e vetë dhe nuk e shpalos të e vladi, dërsa nana edhe baba, kur t'hikin prej teje, prej meje, prej neve,
na përqafon atëre rahmeti 99 i Allahi xhelle xhelaluhu. Rahmet, që këtë një që ka e ka Allahu, e zbrit ka me të madhen dunja, një. Po sa është rahmeti për në ditën e kiamet? Shumë. Për qatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka dhonë vullnet muslimanëve, i ka thonë, rini rahat, rini rahat. Rini rahat se kemi punë me një Allah xhelle xhelalu që është Rahman edhe Rahim. Sot sabah isha duke lexu edhe duke shfletu kitapet e mëdhaja për ta përgatitur ligjëratën që do ta themi më pas disa minutave inshallah taala. Isha duke lexu pejgamberit alayhi salatu wasalam të nderuar vëllezër, masi i shtika Allah i xhenetlit në xhenet, xhenemlit në xhenem, i thej ka Allahu xheleshan Rasulullahit hin xhenet. Shefte Rasulullahi që derën dhe i shtin xhenet xhenetlit, pastaj xhenemlit xhenem. Edhe më thojnë xhenetlit xhenet, xhenemlit xhenem, derisa ti lajnë gjunahet që i kanë. Edhe i thej kanë Rasulullahit alayhi salatu wasalam hin xhenet. Rasulullahi alayhi salatu wasalam bi kanë sejdë. Wallahi qëra, në qovë se nuk e donë pejgamberin a.s. mas që kësaj shka përkalzaj unë eshtash, dije se në zemrën tonë dhe ka problem. Dije se në shpirtin tanë ka një telash shumë i mafë. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i thënë, para më ndonive kur qelet dera e gjenetit edhe ki sejnë ati mrejna që si ki pa kur me si ki ni kur me veshin tanë, si ki përjetu kur me shpirtin dhe me zemrën tanë dhe, thënë ajde hin, a ka dikush që thotë si, Rasulullah i thot jo, subhanallah, hinë mërë në gjenet, thot jo, ben sejtë, thot o Allah, nuk do të hinë gjenet, unë dheri sa nuk i marë që ata që ka janë të djekë për metit të. Subhanallah. A më ne paramendon, ti ki bo qef në këtë dënja. A më ne paramendon, ti e ke shkel ligjin e Allahit këtë dënja. I shku mas kamatës, ki shku mas alkoholit, ki shku mas bigjozit, ki shku mas komarit, ki shku mas grave, ki shku mas haran, ki vedh, ki mashtru, ki rejt, i ki bon, ketë, edhe Allahu normal, me drejtësien e vetë, për shkak se ti i ki bon veprat tua, thot dënimin e ki në xhenem, edhe qëtin me lagjën në xhenem, Resulullah i thot une nuk hi në xhenet pa të marrën e ti, oj me ti jam. Allah i në bofti me të, inshallah. Qiki rahmet kana në pjesën e parë, në pjesën e mesme kana magfiret, pjesën e fundit kana lirim dhe amnestin nga zjarmi i xhenemit. Ne jemi në këtë pjesën e parë, lutim Allahun e madh, Zotin e Arshit të madh, na kaploje inshallah me rahmetin e vet ya Rabbel Alamin. Vëllezër, jemi në muajin e Kur'anit. Jemi në muajin në të cilën Allahu xhalla xhelaluhu ka qef nga çdo njëri prej neve tash e ndor se e ma Kur'anin e Kerimin. Mos më thuaj se s'di me lexu. Ani, s'di me lexu. Merë Kur'anin dorë. Merë abdes, ktheu ka kibla, merë Kur'anin dorë, që kështu thuj Bismillahirrahmanirrahim, merë me dorën e djathtë, edhe këshirën Kur'an. Edhe rri ka një 3-4 minuta, 5 minuta, veç heci vijat me si kështu. Ani pësë s'di me lexu. Ki me pa se Allahu ka me ta dhonë një lezet në leximin në atë shiqimin në Kur'anin e Kerimin, bajtjen në Kur'anin e Kerimin, që së në gjenë me kur gjon tjetër. Shkon deti, shkon për restorana, shkon për ku du, shko, sën ki me e gjetë lezetin të cilën ka me ta dhonë Allahu, sepse knoqët shpirti. Nuk është këtu në pyetje mu knoqët trupi. Shkon në restoran knoqët trupi, në ushqim 5 minuta dhe ai ka shpia. Shkon piknik knoqësh një ditë dhe ai ka shpia. Shkon atje në shetitje, kujti në ekskurzion, knoqësh ditë ditë kthehesh, usot. Ndërsa këtë çka ta jep Allahu xhella xhelaluhu, këtë Kur'an familjar, këtë e nin thellësira e shpirtit që ajo shkakton te njerëzit çrregullime. Merë Kur'anin. Po që mundesh me e lexu, lumi ti për shpirtin ta. Po që s'mundesh me mujt me e lexu, atëherë merë përkthimin. Merë përkthimin. Shloje në telefonin tanë, apo në kompjuterin tanë, apo në televizionin tanë, shloje dhe merë Kur'anin edhe shko mas asaj që i lexojnë. Tash e kanë bërë shumë interesant me një laps. Laps i hecë për fundi leximit, ti veç shko një atë. Po s'monë, shko në xhami ku lexojnë mukabele, veç merë Kur'anin hunxhën parin saf, edhe këshire sa po shkon. Kur ta ndrojnë qerë të faqen, droj edhe ti faqen. Se
thuj atina se s'po shoh, cëllën faqe është hoxha, gjeje. Përçafoje Kurani Kerimin se këtë muj Allahu Gjelle Gjelaluhu don, shumë don. Do më thonë, don pa hesab, pa kufi, ta shofe Kurani Kerimin dorën tonë. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka lexue para kujt, që Resulullah është pejgamberi Kurani Kerimit. Ati ju ka shpall, edhe ai pse ju ka shpall ati, i ka thëj gjujt edhe u ka ul para dikujt. Kush e di? Para kujt e ka lexuar Resulullah i Kur'anin? Kush e di? A ka dikush ka e di? Resulullah alayhi salatu wasalam, xhamati jam mojni men se këtu vim edhe për mu knoç në aspektin shpirtëror, po edhe me mësu. Kur t'ju vesin, që në xhamien ju të xhamia Mulla Abazit, e Mulla Abazi as ju ka mësua para kujt pejgamberi alayhis salam i ka thit gjujt, edhe u ka unë sikur që unxhet njerin te hijat për me lexu Kur'anin Kerimin para Xhebrailit. Për çdo vjet Ramazan. Për çdo vjet Ramazan Resulullah u ka unsh, sikur në tehijat trak u ka unsh para Xhebrailit dhe e ka lexu Kur'anin Kerimin dhe e ka bo hatme në Ramazan Kur'anin Kerimin. Çdo vjet ka një hatme, ndërsa vitin e fundit i ka bo 2. Pse i ka bo 2? Ja ka dhënë një signal, ja ka dhënë një shenjë me shmigavc. Këto shoferat e din me shmigavc tek me ato dritat, ja ka bon Xhebraili me dije se e kje Ramazanin e fundit. Çki Ramazan ka thonë është i fundit i joti, andaj njeriu i cili e din apo se din që e ka fund që këtë Ramazan, a e din na që ja kina të fundit ajo? Na patëm xhamatli vjet në këtë xhamite ne, të cilët ishin me neve apo nders. Po tash nuk janë, ku janë? Shkon te rahmeti Allahu xhalla shanu xhalla. Nuk e dim vëllezër, nuk e dim na se vitin e arshëm, Ramazanin e arshëm a jena këtu. Për çat çka duhet me bë? Jo një po di, po s'mun është 3, po 4, mun është 5. Për çafoje Kur'anin Kerimin, shpesh bën vakin na krenomun na xhamati jon, sidomos Ballkani, Turqia, pjesa knena ka Ballkani, thojmë najna mesepi, cili mesep agaxhi? Mesepi Ebu Hanifës. Ebu Hanifi në Ramazan 3 ditë e ka bëni hatme. Në 3 ditë e ka bëni hatme Kur'anin Kerimin. Qatë shumë shka janë konë të përqafum me Kur'anin Kerimin, për qatë, Allah i ka ngrit ato nartë. Nuk i ka ngrit se pele se qëfar fizionomi e kanë pas muskulla, jo. Ato i ka ngrit Allahu për shkak se ata e kanë përqafu Kur'anin Kerimin, dhe këtu del në shesh një analist që e ka bo Hazreti Alia, ka thonë, o ju njerës, e ka kap Kur'anin Hazreti Alia, kështu Kur'anin, dhe ka thonë, o ju njerës, a e shifni ka thonë që këtë Kur'an? Po, ka thonë që ki Kur'an, që ki liber, kush ta përqafon, ki Kur'an e ngrejnat shumë nartë. Kjo ves dishka. Adem Jashari, Allah e më shiroft, kur ndroj jetë atë ditë, qësh ndroj jetë? Me penkall në dorë të nënvizu sport s'këna? Jo. Me të i nënshkru dokumentet për me marrë kredit kamat? Jo. Duke shku të ato villa, hotel villa? Jo. Ti shkona i gjallë, Allah e më shiroft, që ato në për villa Kosova, ato se ne kishin qelë, vëllaj. A e dini si ka ndru jetë? Që na këtë po thëjmë që o ademe, kojt di une, po knojmë. Ka ndru jetë me Ramazan, me agjerim. Subhanallah, islamofobave nuk ju ven mirë kjo, disa njerëzive, nuk ju ven mirë kur po thua Adem Jashari dhe familja Jashari kanë ndru jetë, atë ditë janë kontagjerushëm. Ala, pa qel iftar, po na e kina bindjen se ketë ato që agjerojnë edhe vdesin, pa qel iftar, qelin në sofrën e pejgamberit alayhi salatu wassalam iftar. Kështu është feja jonë. Kështu është feja jonë. Na krenomu me islam, se që ki Kur'an, a e përqafove, kitë qonë nalë tije. A shkove masudzimeve të Kur'anit, kitë qonë nalë tije, ngrejnë, nalë, përmeni njerëzit me vjetë. Që kështu tha Hazreti Alia, radhiyallahu ta'ala, anë. Për atë arsye, na, në që këtë Ramazan e vendosëm, pasi që është mu i Kur'anit, derset tona të cilët kanë me konë shtunën, bilën, të hanën, 3 herë në javë, derse tjera do t'i ketë imam i xhamisë, ne vendosëm që t'ja dajmë që këtë kohë Kur'anit.
Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu në ajetin kuranor ku thot wa qala ar-rasulu, edhe ka thonë pejgamberi Allahut, duke tregue për Kur'anin, inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ankohet Kur'anit e Allahu xhalla xhelalu thot populli, njerëzit ja kanë kthi shpinën Kur'anit. Ja kanë kthi shpinën Kur'anit, ankohet Kur'anit e Allahit. Nga shenjat e mëdha xhamati jam, nga shenjat e mëdha të kiametit, ai shihni çka Kur'an. Kur'ani thënë asaj që është mrena e shkruar, ndërsa kësaj librit i thënë Musaf. Musafi në për rafta shka i kina nërë të shpia e pështelna elhamdulillah nga dëshira e madhe, dashnia e madhe dhe ai respekti madhe pështelmina edhe me peshkira edhe ngrem naltë e vendosim në vend ku mos keq përdorët Musafi, edhe ajo shenjë prej imanit, por nuk është roli i Kur'anit me nejtë raft. Roli i Kur'anit është mu lexu, mu studiu edhe mu zbatu një jetë. Kur të vere kiameti, para se mu bo kiameti, janë do shenjat vogla, i kina spjeguna, edhe janë do shenjat mëdhoja. Ato shenjat e mëdhoja kanë me fillu një nga një sikur të spit, të kokrat e të spive. Një pre ative shenjave të mëdhoja, Allahu Gjelle Gjelalu ka me ngrit Kur'anin. Subhanallah. S'ka me mejtë se për faqen e tokës Kur'an. Prej Musafit ka mu fshin, ngrejat shkon të Zotit Dhul Gjelal. Dhe kanë me met fleta të shprasta. Ai cili e ka lexu Kur'ani Kerimin ka me met dritë në shpirtin e vet. Ai cili se ka lexu s'ka mos i e lexon. Por çat, në qoftë se mund është jetën tënde, me e fitu egon tënd, me e fitu nefsin tënd, edhe të ulësh para dikujt që e din Kur'anin, edhe është mësues i mirë, ta mësosh punë shumë të madhe ki me bo. Punë që në ditën e kiametit ka me të bo krenar para Allahut se çfarë ki bo. Unë e një njerëzi që 75 vjetë kam mësu Kur'anin. Kur nuk o dhonë. Unë e një njerëzi 79 vjetë ka fillu të lexojë Kur'anin. Me di par 3 parsiza. I një njerëzit unë personalisht këtu në Shkup. Allah e qoftë xhennet a kanë mensur. Keni ndëgju në Shkup, o konë një mësues i Kur'anit a ka mensur. Nuk o konë hoq, kanë zero xhallar. Ama o konë muallim i Kur'anit, i ka mësu njerëzit Kur'an. Ai i mësoj ke edhe pleqt, shkojshin këtë pleqt ai ulshin edhe mësojshin Kur'anin për 2 muaj, 3 muaj dilshin Kur'an. Po gjatë qatë shlet, Allahu tha, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir. Thot na e kemi bot lejt Kur'anin, a ka dikush që dënë me mësu? Së të kushtan kur gjanë, i mëson, shkronjat, shumë shpet del në lif, pin e lif del në Kur'an edhe pastaj vazhdon rukëtimin tanë me Allahun Gjeleshana. Shka është Kur'ani? Kur'ani është libër i Zotit, i cili ju ka shpal Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ka zbrit prej 7 kaqeve nalt në qiellin e parë në natën e Kadrit, dhe pastaj për 23 vjetë disa muaj, 24 vjetë thuj, jo të plota, i ka zbrit pejgamberit a.s. ajet për ajet. Dhe Resulullah kur ka zbrit ajetet i ka thonë që këtë ajet vënojnin filan surën. Dhe që këtë ajet vënojnin filan surën dhe u ka renit Kurani Kerimit deri sa u ka kompletue me misionin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky Kur'an ka ardhur për neve, për të ne ndriçu jetën tonë, dhe për të na udhëzu neve drejt asaj që ka don krijuesi jo. Nga ajo që është në Kur'anin familjar, është një sure që e ka emrin Surat Yusuf. Surat Yusuf. Surja Yusuf është surja e Mekkes, që ka shpall pejgamberit alayhis salatu wasalam në periudhën kur ka qenë në Mekke. Ka Kur'an që u ka shpall, pjesë e Kur'anit që u ka shpall në Mekke, dhe ka pjesë e Kur'anit që u ka shpall në Medine. Kjo sure u ka shpall në Mekke. 121 ajet i posedon dhe përshkruhet në ta jeta e Jusufit a.s. Kush o Jusufi?
Jusufi është pejgamberi Allahut që u ka dërguar te Benu Israil. Është pejgamber i biri i pejgamberit. Kush o baba vet? Ha xhamat? Jakubi a.s. Mirë, Jakubi a.s. është pejgamberi i Allahut i biri i pejgamberit. Kush o baba vet? Ha? Jo. Jo. Ibrahimi a.s. i ka pas digjen. Njoni është Ismaili, njoni është Ishaki. Ishaki është baba i Jakubit, ndërsa baba i Ishakit është Ibrahimi a.s. Ibrahimi është Khalilullah, është i afërm i Zotit, i dashur i Zotit, dhe është baba i pejgamberve. Se deri te Ibrahimi a.s. e tek ne këtë pejgamber që ka kanë ardhur në rrezullin toksor janë nga pasardhësit dhe nipas të nipa të kujna Ibrahimit a.s. Jusufi a.s. e ka një jetë çuditshme, e ka një jetë të mrekullueshme. Dietarët kur e kanë shpjegu mesin e ative është edhe Imam Kurtubiu në tefsirin e vet, në shpjegimin e Kuranit, thot o ju njerëz, mojni mend që këtë fjalë. Krit dietarët në për qitaba e kanë transmetuar. Kanë thënë o ju njerëz, në qoftë se të ka zonë dëni ngushtesë në jetën tënde, në qoftë se në jetën tënde të ka ardhur një bela, në qoftë se në jetën tënde ka ardhur një çrregullim, ka ardhur një telashe, ka ardhur një sen, lexoje surën Yusuf se Allahu me surën Yusuf ka me t'i largue brengat e jetës. Subhanallah. Ai që mendon se Zoti e ka braktis me sprovat, me telashet, me fukarallëkin, ka ranë burgu, ka smue, o sprovue, ka armitsi, ka atë, ka ketë, në ta lexoje surën Yusuf se Allahu me surën Yusuf ka me ja largu inshallah të këqijat. Ne sot do t'i punojmë së bashku 3 ajetet e para të kësaj sure. Na dhash Zoti imër inshallah deri në fund të Ramazanit, mendojmë do ta përfundojmë inshallah këtë sure këtë së bashku, edhe njerë për gjithmonë kena me mësu këtë tregim edhe këtë çka ndodhi që ka ndodhur gjatë historisë me një pejgamber i quajtur Jusuf. Në për qitape, Jusufin kur e përshkruajnë, thojnë Ibnul Kerim. Jusuf el Kerim Ibnul Kerim. Çka do të thonë? Jusufi bujar, djali i bujarit, i biri i bujarit. Çka do të thonë bujar? Do të thonë xhumert. Pse na e kallëzojmë bujarien tash? Pse ne i kallëzojmë me rastin e Jusufit tash? Pse ne e shpjegojmë Jusufin tash? Sepse jemi në muajin e bujarijës. Vëllezër, ne jemi në muajin e bujarijës, gjymertlëkit, që duhesh ta kallëzosh ti gjymertlëkin tanë me nanën dhe babën sefte. Në qoftë se i ki gjallë. Nanën, babën sefte. Në qoftë se nuk i jemi në shtëpi që jeton edhe ki të ndamë, asë se si mos të kaloje Ramazani, hiq, mos të kaloje Ramazani e ti mos të tregosh bujarien tonë dhe me nanën edhe me babën. Një njeriut, një besimtarit, një muslimanit, i cili i kalon Ramazani edhe nuk e ka tregu bujarien e vetë me nanë edhe me babë, do me thonë ai ka dal nga Ramazani me një humbje të madhe. Bujaria nuk do me thonë veç me thonë pare. Bujaria, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë edhe me busqesh ftyrën e muslimanit, është sadaka, se vapi madh. Me shku me ull nga tative, me u ndëgju hallin, me u ndëgju gajlen, me vetë si kanë punë, me a ofru ilaçin, me a mush një bardak ujë, me ja servue një fryt, me a servu një ushqim, me a da hurmën që ka me qel iftar, me a da nanës edhe babës hurmën, edhe me a ofru e te goja hurmën, vallahi, billahi, tallahi, rizaja Allahi gjelle gjelalu hu zbret të ti. Rizaja Allahit zbret të ti, mere hurmën, provaje, mere një hurmën, daje, qele, edhe thuj ajnon, qashtë të sim kje ushqej, kur jam konë në i vogël, kam qef sot të ushqej unë e tije. Me ratë supën, pritet ftofët, mos ja jep në zetë, mos ja jep të gjekish nënën në zetë, po pritet ftofët, edhe me lugën tonë afroja ngatë, edhe kujdes po ja përlin teshat nanës tonë. Kujdes.
po e lëndon nanën tane. Kujdes, po e ranon babën tanë. Kujdes, në sofrën tënde si e dan atë ushqim. Ebu Hanifja rahimahullahu taala thojnë se nuk ka hangër buk. Ebu Hanifja thojnë se nuk ka hangër buk derisa su ka ngi nëna vetë. Nuk ka hangër buk. I kanë thonë Ebu Hanifja, pse preti, pse nuk ka buk? Ka thonë, kam frikë. Çka ki frikë? Wallah, ka thonë, kam frikë be, se kur e vnoj atë pjatën për para, mos për i shkon në nësteme sini dikone, une janë gjëse une asaj i me gjekë që se ka hangër. Kam frikë, ka thonë Ebu Hanifja. Kam frikë, kanë thonë djetartë, ulem ta une, dërsa nanat këshire a gjë. Nana gjithmonë këshirë. Ajo ka qef e vladin ta ushqeje. Ajo ka qef të t'knaqe tije. Provoj edhe knaqe të jatë. Mere atë urmën. E kja livorët mës t'i meset dhe njanë fit. E kja livorët e urmës. Shtipe me dorën tonë e bane të buca e si ka dhomët. Afroja thë ojnonë. Ushqeju ojnonë. Shumë hak të madh ka nana ndaj neve. Shumë hak. Na ta bajna në shpinë nanën. Ta bajna në shpinë nanën. Wallahi hakit së një dalmi nanës. Edhe papas. Provojeve hekebe atë materializëm nga zemra edhe heke atë ego të madhe që na ka kaplu si na të di çka i na të bon. Unë gjënë sofër, nale nefsin tanë, bark tanë jetën, veç me hangër, nale, knaqe pak nanën, babën, së në mos Ramazan. Kanë shku vjetë, kanë shku e i edhonë mas dynjajës, kanë shku vjetë i edhonë mas egos tanë, nalu që këtë Ramazan, ullu pranë nanës edhe babës, ushqeje ata, nësoje e vladin, në të shofe me si duhet mu silë ndaj nanës babës, ki me pas nevojë dhe ti dikush me të ushqeje. Provoje. Wallahi, ki me pas e është një knatësi shumë e madhe, ki me pas e është një rahati shumë e madhe, nuk blejet me pare. Me mujt prej sofrës kur qosh nana me thonë, o e vlat, Allahi të më shiroft. Wallahi, billahi, qaj Allahi i cili të ka falë tije, është më i mëshirshëm, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se nana që të ka lind. Kur toje çaja nan, tha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, da'watul walidi li waladihi la turad. Tha një dua që e ban tha nana baba për vladin, ajo kur s'kthehet prap, asnjëherë. Ulu dhe provoje çka do me thonë me ushqje, si të ka ushqje ajo tije. As Omeri e ka pa njonin në qabe të e majt nanën në shpinë. Temperatura e naltë, shumë, zëti madh, ati i shkojnë njerësët dhe tha shka është halë jote, o ti filan, tha jam të e majtë nanën te me tha, mos për i dalë hakësh, si më ka majtë mu e thaj, ajo mu e tha në barkë, tha unë du t'i dalë hakësh, tha o ti filan. Me e majtë të tanë jetën në shpinë, tha së një dalë hakësh, veç një dhimë të thë që ajo e ka përjetu kur i e shkep nga trupi asaj. Kur ki dal nga trupi asaj, s'monën. Gjëmatë, vëllaj, a i cili e ka nanën edhe babën në gjallë, e ka derën e gjennetit qelë për me hije në gjennet. Allahi i më shiroft ato që kanë shku prej nanave dhe babave për në gjennet, inshallah, për në ahiret. I më shiroft Zotin, dërsa këto shka janë, Allah i u dhasht imër dhe shëndet. O lezër, shansa e Ramazanit është për t'i bon ketë se vapet edhe për t'a knaqë Allahun Gjellëshanu. Mës na hike Ramazani bosh. E nisi Allahu këtë sure, o lezër, me 3 shkronja, elif, lam, ra. Shpesh në Kurani Kerim kini me gjetë në për sure, kur t'i lexojni suret, kini me gjetë elif, lam, mim, elif, lam, ra, ain, sin, kaf, ha, mim. E kështu me radhë, shka janë këto agauq? Këto janë shkronja të alfabetit të gjuhës arabe.
Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur u ka dërgu, kur ka ardhur me Kur'an te populli vet të Mekës, ka ardhur në fazën edhe periudhën, Allah i shpërbleft, në fazën dhe periudhën kur arabët janë krenu se e din gjuhën arabe, shumë fort e din gjuhën arabe, dhe mënyrën se si ato kanë ditë mu shprej, o konë kulminacion. Edhe o konë më të vërtet shumë fort, o konë kanë ditë ato mi spjegu gjanat, edhe muj me ju thonë se prej këtë gjuhëve që i ka falë Allahu, ma e pasur, është arabishtja. Ani pse dikush fol, ja arabët, ja kështu, ja ashtu. Bota, literatura e botës, poezia e botës, shkrimtarët e botës këtë kanë dëshmu se gjuha arabe është shumë e pasur. Edhe nuk ka fund. Gjuhë tjera, ko pas kohë ndrohen, harohen, pastaj pranojnë fjalë prej gjuhëve tjera, edhe ko pas kohë ndryshojnë, dërsa arabishtja si gjuhë arabe, ka me qështu si është, edhe asni gram, asni santimetre nuk ka livis, nuk u ka ndru. Jo rasisht Allahu Gjellëshanu wa Gjellë Gjellalu e ka shpall Kur'an Kerimin arabisht. Tha elif lam mim. Te arabët, kur kidisht, arabët me au tërheq vëmendje, arabët e kanë përdorë në disa shkronja, i kanë zgjedh disa shkronja, njerëzit janë kthije me vëmendje ka ato. Sikur të nesh ka thojna, hej, do me thirë dikan si thu, hej, do me thonë, hej, 3 shkronja janë, do me thonë, hej, 3 shkronja ktheu ka une me vëmendje. Arabët i kanë përdorë elif lam mim, elif lam ra, ain sin kaf, ha mim, kaf, nun, e kështu me radhë, për me jau tërheq vëmendjen e arabëve që të ndëgjën Kur'anin. Gjithmonë kur u kanë lexuar shkronja, ato minjerë janë kthie me krije, ta shohin ka vend zoni. Ka thonë tilke ajatul kitab el mubin. Thot, këto janë ajetet e Kur'anit, kitabit el mubin. Mubin do me thonë të qarta. Nuk kanë Kur'anin flek për diçka mos se morin vesh kërkush. Jo, Kur'anin është i qartë. Nuk ka nevojë të vere filozofi, dikush në kallëzoje, jo Kur'ani kështu, jo, Kur'ani është i qartë. Kur'ani ka zbrit në gjuhën arabe dhe është përkthina për krejt gjuhët duke e spjegu dhe bo tefsirin. Tha tilke ajat, këto janë ajete. Aje në gjuhën arabe dhe më thonë mrekulli. Dhe më thonë këto janë fjalët Allahut që janë mrekulli qitab. Do me thonë në fejen tonë nuk ka dishka pa qitab, po vlezër. Në fejen tonë nuk ka dishka pa qitab. Në fejen tonë është ketë me qitab. Në fejen tonë është ketë me mësim. Në fejen tonë është ketë me matematik, ketë me fizik, ketë me biologi, ketë me astronomi. Kretë është me qitab edhe me shkencë. Imam Shafia rahimahullahu ta'ala thot, kullu shay'in shay wal jahlu laysa bi shay. Thot çdo sen është një sen, ndërsa ignoranca, pa qitaplëki, pa dija, pa shkolla, pa studime është kur gjan. Dikush krenat thot unë kam bë pare, ato shka mësojshin, unë jam kon gelavestët, po i kam bë milionat, ato shka mësojshin të janë të punu të une. Këto janë muhabetet e shejtanit dhe muhabetet e qajtorës badiavgjive. Bota sot funksionon mbi shkencë. Sot bota funksionon mbi shkollë. Nuk vlerëson sendet me pare. Vlerëson sendet, kur po zë një zort i madh, tu kanë thi zort, tu kanë al bubreki, pse si merr parët ta fladhitish bubrekin? Si merr parët ta drejtojsh lukthin? Po do shkosh te shkencëtari, te doktori. Kur do me ndrejt shtëpi, pse s'po i fuk parët minjare, fuk i parët edhe në të bonë shtëpia. Jo, dush me shku të ai i cili ka studiu, të arkitekti, të inxhinjeri, të mjeshtri i cili ka mësu. Edhe zanati është mësim, edhe ajo është qitab. Edhe këtë sendet janë qitab, sa që dija në Kur'an Kerim 173 herë, mos kofsha gabim, e kanë cek dietarët, kanë thonë 173 herë, Allahu e ka cek dijen në Kur'an Kerim. Dhe kur kanë ardhur ajetet e para Muhamedit alayhis salam, a kanë thonë fito pare? A kanë thonë ngaren mas rëskit? Jo.
Sefti që ka thonë, ikra, lexo. Lexo. O ti nxënës i dashur, o ti student i çmum. Dije se në jetën tënde nuk mund të arish kërkon pa dije. Vetëm sen që kime emri është dija dhe ilmi, dhe Allahu xhalla xhelalu thot innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Me të vërtet, më së shumti i kanë frikë Allahut ato që kanë dije. Me të vërtet, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu thot i ngrit në mesin e juve ata që kanë besu dhe kanë dije. Dija është punë shumë e madhe. Në qoftë se s'ki dija së në falësh, në qoftë se s'ki dija së në lutësh, në qoftë se s'ki dija së abdes së në merë. Kushta ka thonë këtë dije? Allahu në përmet nanës, në përmet babës, në përmet hoxhës, në përmet mësusit. Si banë matematikën? Basë mësimit që e ki bohen të mësusi jëti matematikës. Si e banë shkrimin edhe leximin? Basë asaj që ta ka thonë mësusi edukatorin në shkollë kur ki shkuën. E kështu me radhën sferën, tha dhal tilke ayatul kitab. Këto janë mrekullit dhe ajetet fjalët e Zotit që janë në këtë kitab el mubin, që e ka cilësien se është i qartë. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Që këtë libër që e kemi emru Kur'an, na e kemi zbrit tot Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu dhe e kemi emru me emrin Kur'an. Kur'an. Kur'an ja kalon Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu emrin librit të vet. Fjalëve të veta të grumbulluara me një libër e ka emru Allahu te bareke ve taala Kur'an, por këtë Kur'an thotë kemi zbrit në gjuhën arabe. Po pse se kanë zrip shqip? Po me orë do ajete që janë arabisht, ti kishmi zrip shqip, s'kishmi gjetë fjallë. Kësheni unë një si shembol po vakallëzoj, luani në gjuhën arabe i ka 60 emna. Shqip se i ka? Luan, qëtër? Jo, i fort është cilësi, emën. Luan, aslana, i kam thotë të në aslan që është turqe, turqisht, aslan, qëtër? Ska. Arabisht i ka 60. Shpatës të ne, që shi thojnë? Shpat, tjetër? Pleshtë të tonë i kanë thonë këllëq. Tjetër? Angjere e vogël është, shpat. Tjetër si? Satër është edhe të përprej mish. Jo, shpat. Shpat që i kanë përdorë për luft. Popujt e përpashëm. Ska. 128 emne i ka arabisht. Si me e zbrit? A me zbrit shqip? Janë që do edhe i kanë thonë, kur të falë mu, dhe falë në shqip. Ngrat ata janë. Allahu Gjelle Gjelalu i cili ka kriju krit gjutë, edhe i cili i di këtë gjutë. A nuk ka dita i se qëfar gjuhë e du të me shkalla. E dalin sot disa në thojza që mendojnë se janë të meqëm. Nuk janë të meqëm ata ngrat janë për t'i qunë doktor, për t'i shëru. Me mundohen ta njollosin, por nuk njollosët me ki Kur'an. Proma e patë, në Kumanov një Macedon, e ka pranu fejnë islam. Pse e ka pranu fejnë islam? Ka studiu Kur'anin, e këshin vetë, sare ki lezu, ka thonë 7 herë e këmë lezu Kur'anin. 7 herë. Ka plot për muslimanëve që Allah se ka qelë. A 7 herë e ka lezu, duke mos konë musliman. Dërsa, tonë, se kanë lezu hiqë. E kemi zbrit të për qëllim, arabisht e kemi zbrit, për qëllim, la'allakum ta'qilun, për ta kuptu ju, akël, i thujnë menës, akël, i thujnë menës, la'allakum ta'qilun, është me qëllim arabisht, me qëllim e kena zbrit Allahu thot, për ta kuptu ju, se për ndryshë se ne kishni kuptu Kur'anin, fjallën e Zotit Dhul Jalal. Pastaj thot, nahnu nakussu alejka ahsen al qasas. Dhe në që këtë Kur'an, o Muhammed, ne, këshire thot, ne, thot Allahu, nuk thot unë, ka disa vene Allahu kur fletë për vetën e vetë, thot unë, këtu thot ne, pse ne, komentatorët kanë thonë, Allahu dhe me laqet që i kanë zbrit në tokë. Nahnu, në kusu alejka ahsen al qasas, na jena
ata që ta interpretojmë ti, ta përcjellmi ti më të mirat nga tregimet. A keni pa nonat, edukatorët, mësuest, kur e marrin fëmijën edhe dojnë ta shtin gjumë, shka i marrin, ja marrin një roman. Edhe ja lexojnë një prej tregimeve dhe ngjarjeve, fëmija tungu e zë gjumë, ja. I duket interesant. Në psikologji, psikologët thonë ka nevojë njeri të ndëgjoje dhe njëherë edhe rastet që ka ndodhur përpara. Të vërteta, edhe pse plot çka shkruajnë edhe trillojnë edhe rrejnë edhe mashtrojnë. Historia e njerëzve, si u ka ndërtu historia jonë e popullit tonë shqiptar, me çato tregime që i kanë qitë në sharkia, se mos të harohen ato tregimet, Hasan Pasha, ku i diun e kushe, i kalzojnë ato kojnkat që i këndojnë, historia e popullit tonë. Ama janë tregime. Dërsa Allahu thot, nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas. Na thot ti tregojmë ti o Muhammed ngjarjet më të mira. Se ngjarjet e dunjos janë shumë. Me marr me mbledh këtë ngjarjet e dunjos, po s'munët si mbledh kitapi. Allahu i tregon më të mirat e më të mirët për njerëzve kush janë? Janë pejgambert Allahu xhallahu xhallahu. Në këtë rast thot na do ta tregojmë ti ngjarjen më të mirë bima auhajna ilejk, duke e bon mënyrë verzionit shpallje prej Zotit në përmet Gjebrailit të ti në që këtë Kur'an. Wa in kunte min qablihi laminal ghafilin. Edhe pse thot ti ma herët nuk i dishe këto, ishe prej ative në gaflet. Çka është gaflet? Njeriu i cili i haron sendet, i ka haru, apo nuk është në vedije për sendet që ka ndodhur. O lezër, qëllimi kryesor i zbritjes ajeteve kuranore është të edukohet shpirti pejgamberit alayhi salatu wasalam, më pastaj të edukohemi edhe na. Kjo është një prej qëllimeve kryesore, edhe që të lexohet ajo dhe të përcellet në bazë informatave të sakta. Kjo neve na mëson, o lezër, se në qoftë se dojna me tregu diçka, duhet t'i tregojmë sakt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vetëm tha, muslimani a mund e mashtron shejtani me vedh? Pa ka mundsi. Do. Muslimani a mund e mashtron shejtani tha me shku me pi alkool? Pa ka mundsi. Do. Muslimani tha a mund e mashtron shejtani tha me shku tha me buzino? Tha po. Tha, a mund e shtim muslimanin shejtani me rejt? Tha, muslimani tha nuk rejt. A kini pa, atë tregimin që ka e kalzem, i shkon një shvar njeri i cili kish rejt shumë. Ama edhe rejnat i kish bon nga gjinë, me dur i kish bon. Qatë shumë që ka rejt edhe me dur. Jo vesh me goj, po edhe me dur. Edhe këtë njerëzit moj kanë nisë mu talë me ta, se shumë rejnat më dhoja, bare rejme me insaf, edhe gjemë ti kanë thonë, një dit i kanë thonë, o babë, ne i mure ftirën. Mo, kur qkena dikun, kena me ti lidh durt. Ka thonë, mo, gojën së më të mshelmi, ama durt kena me ti lidh, bare me dur mos e te pra. Edhe kur këshin shku, i këshin thonë, voti filan, na trego me dishka. Edhe ka thonë, shka t'ju tregoj me shka, u ka matë dur të lidhta. Ka thonë, toar të knena, shka e pa unë be një gjarë për shumë të madhë. Ato i këshin thonë, sa ishte i madhë ako? E thonë, sinin që ka që kështë pasë. Para me ndoni të sa ishte i madhë, dur të lidhë taj, sinin që ka që. Pse rejna ka punu të dikosh edhe ajë se ka dert, ajë rejnë, hitë se ka dert. Dërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha muslimani nuk rejnë. Edhe kur ti përcjellsh sejnë që ka ndodhë, përcjellë qështu si janë, me precizitetin më të madh, qështu si i ki pa, qështu përcjellë, kur mos i shto, as mos i pakso. Dhe që kështu është tradita e muslimanëve, kur ato bisedojnë me zveti. Kurani, ahsen el qasas, në mënyrën më të precize, na i tregon neve dhe na interpreton atë që ka ndodhë. Të njëherë banë vaki fëmija, vjen edhe të vetë tije, ka ne kumë pasu në gjysh, se kam rej gjyshin e vetë.
do të se di, gjyshi ato kanë një prej njerëzve shumë faktor në popullin ton, ai thot ka kon kështu, ka kon ashtu, ka kon realitet këtë rrejna. Jo, nuk duhet me shpalos të këqijat, por nuk duhet as me e vesh me një sen që ka nuk është petka e vetë. Nuk duhet me shtu, as nuk duhet me paksu. Dhe njëherë ban vaki dikush vjen edhe na tregon neve diçka nga tregimet që ka ndodhur, nga ngjarjet. Nuk duhet, Kurani na mëson, nuk duhet me i marr jahir me njëherë kak çashtu si na thoi. Nuk duhet me i marr çashtu si na thoi. Thotë Kurani i Kerimi in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Në qoftë se dikush vjen ju kallzon diçka, vërtetoni këtë çka ka kallzuar. Vetë dikan shko vetë atë. E lexova një fjalë shumë e urtë e një hoxhës madh, tha bisedo me mu, mos bisedo për mu. Shumë let na me bisedu për jahien, apo për xhelalin, apo për dikant tjetër për xhamon. Me thonë shumë let është nazimi, shumë let është haxhia, ai qetri. Shumë let me bisedu, ti bisedon, pse nuk shkon me bisedu me ta? Ndërsa te njerëzit sot sëmuja është ti shtojnë sendet edhe ti paksojnë sendet. Të mirat ti paksojnë, të këqijat ti shtojnë. Ndërsa feja islame e lip të jesh precis. Në qovë se shen një të keqe të dikush, e ki obligim të ambulosh. Në rast që kërkohet të dëshmojsh për keqen, dëshmon qaç sa e ki pa edhe sa e di. Me bindje dhe me argumente. Ndërsa në qovë se nuk kërkon, tu është t'imbulosh. Të mirat, ja kallzon qatë sa i ka, as pa ashtu, as pa ja paksu. Kjo është feja islame, që na thret Allahu Gjeleshanu në Kur'anin familart. Lusim Allahun të bareke ve ta'ala, Allahu agjerimin ton kabul të mal, inshallah. Lusim Allahu Gjeleshanu ve Gjelle Gjelalu, të qastet të Ramazanit, Allahu kusuret tona afe makfiret në iban. Lusim Allahu Gjeleshanu ve Gjelle Gjelalu, fukarat të cilët janë, skamnor të cilët janë, ka shumë. Mos thujni se hin njerëzit gjuna thot kur s'ka dek për bukë. Na jato e ditë se kur s'ka dek për bukë, po e dim edhe një sen se këto sofra që ka i kemi na, shumica e njerëzve, vallahi ka familje që si ka. Allahu i furnizoft, inshallah. Une e këshira një emision, e këshira dhe atje në Etiopi, keni ndëgju ndështa. Nuk kanë ujë, vallahi nuk kanë ujë. Sudan, Somal, ka njerëzit që ka ekin për Afrikë për bukë të ftoft. Që është e ftoft, me të më shuka krija, ndështë ta gungat ti qëtë në krije, ato hekin për qatë bukë, ndërsa na i fugmina për kontinjera. Lusim Allahu Gjeleshanu ata ti furnizon. Vlezërve tonë në Gaze, Allahu ti furnizon. Nga dyshmoni dhe zullumi dyshmoni ti shpëton. Lusim Allahu Gjeleshanu sa ka njerëzit të smur në për spitale, Zotit i shëron. Sa ka të burgosur sot në për burgjet pa fajshëm, që se ne gëzojnë knatësien e mu mledhën atë sofrën e iftarit, Allahu t'i liron. Ata që janë në gurbet, o vezën, mos t'i harojmë ato, gjithë mund lutemi për ta, Allahu t'i furnizon dhe nga çdo e keq që t'i mbron. Ne lusim Allahu Gjeleshanu ato që kanë telashe, kanë borgje, kanë belaja, kanë shregullime, kanë sende, Allahu t'i shpëton, Jannatul Firdausi nasib na i ban. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatiha.